se duhet të ndihmojnë njëri tjetrin pjesëtarët, gjitha pjesëtarët e familjes, aty sigurisht edhe patjetër që ndihmojnë njëri tjetrin edhe i mbulojnë hyrat edhe sigurojnë ekzistencën minimale, faktikisht sepse me ato hyrat qoftë për shembull te kategoritë pensionale, me 120 euro, gjithashtu të asistencës sociale. Ajo është e papërballueshme dhe vetëm po rrinë edhe do të shkojnë këtu domethënë këto të hyra, se jo për mjete të tjera, për ekzistencë apo diçka tjetër. Ndërsa te kategoritë e tjera, edhe pse kanë një të punësuar, faktikisht paga se ka rritur për disa vite, për shembull në disa vite ndodh rritja pagave ndërsa inflacioni për çdo muaj lëviz faktikisht në krahun tjetër edhe çmimet që e bën papërballueshme jetën e qytetarëve. Po, dhe nëse flasim për praktikat e vendeve të tjera, zotri Bellaqa, a ka ndonjë që mund ta ndjek Kosova për ta pasur një lloj shembulli, po flas për ta ndjekur gjatë këtyre muajve të ftohtë? Po faktikisht duhet të kemi praktikë vendet e rajonit, gjitha vendet e rajonit, për shembull pagë minimale kanë më të lartë, edhe Kosova do duhet të ketë pagë minimale mbi 500 euro, faktikisht edhe që ne kuptojmë se minimumi të ekzistencës që asnjë hyrët, qoftë pensionale, qoftë asistencë sociale, apo në 500 euro nuk do t'ishke, faktikisht do të sigurohesh një mirëqenie sadopak normale, faktikisht edhe gjitha aspekte tjera do duhet që në momenti ku ka ngritje faktikisht të çmimeve, ka të inflacionit, institucionet përgjegjëse qoftë sektori publik apo privat do duhet të indeksonte këto domethënë aq sa është inflacioni i lartë do duhet të indeksonte pagat në mënyrë që të ketë mbulesë, ketë mbështetje, mos përkeqësohet sepse në momentin kur ka të rritë, ne jemi shoqëri që mbarëm më shumë nga konsumi edhe domethënë si shtylë kryesore e zhvillimit ekonomik është konsumi, ndërsa shtylla tjetër është janë investimet edhe instrumente tjera, domethënë. Mirë, po shtylla e parë kryesore është konsumi. Nëse do të kishim pasur rritje të pagave, faktikisht do të kishte fuqi blerëse më shumë, edhe shteti, në orkën e shtetit do të kishte pas tyra më shumë edhe do të rritë orka shtetit edhe se në momentin ku të rritë orka shtetit sigurisht do të kishte mirëqenie ekonomike, sociale në gjitha sektorët edhe gjitha sektorët e jetës. Po, dhe zotri Bellaqa, nëse flasim për këto shpesh janë ofruar subvencione, po flasim që për energjin, por qoftë